përsëri një shembull për të ardhur keq, që është më e mirë dhe kushton më pak. Është për të ardhur keq për ne, jo për ju. Kushton më pak, çka do të thotë se në këtë anë të kufirit po bëhet një vepër publike e të njëjtas rëndësi, e të njëjta për masa dhe me të njëjtin qëllim strategjik, por nuk po vidhet. E në rast se në këtë pikë ju keni dyshime, atëherë merrni me mend se sa shumë është vjedh në atë anë të kufirit. Se shihet libri si një eksperiencë mirëfilli shqiptare në një kontekst përpjekje shqiptare për shkuar përpara, ka shumë lidhje. Unë besoj që Kosova është një eksperiencë shqiptare e cila për arsye që dihen ka lindur më vonë se sa eksperienca e Shqipërisë me demokracinë, me ndërtimin e institucioneve, me zhvillimin e një shoqërie hapur, dhe në këtë aspekt është një vonesë që ka problemet e veta, por ka dhe një përparësi që jep mundësi Kosovës të mësojë nga gabimet e Shqipërisë.